E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet edhe dinamikat më të fundit që po ndodhin në Big Brother VIP Kosova. Telenovela Alba edhe Limi përsëri në qendër të vëmendjes. Një periudhë u qetësuan, filluan që të puthen, Alba ja dhuroi me njëherë shtratin Limit pa e do me thënë pa e dënuar në asnjë mënyrë për tradhtin që bëri, sepse ne nuk jemi mësuar që të shohim se tradhtia falet, por nga marrëdhënia e Limit edhe Albës e pam këtë gjë, u dukën shumë të lumtur, u dukën shumë të buzëqeshur, fjetën në natë të gjatë së bashku, kaluan momente të bukura së bashku, por dita e sotme, siç duket nuk e ka gjetur mirë Albën. Alba ditën e sotme ka qenë tepër e acaruar, ka qenë tepër e nervozuar, ka qenë tepër e inatosur, sepse Limi po ja merr vëmendjen njërës nga banorët e cila është Benita. Do të thënë një periudhë kishte këtë dhimbjen me Dolçen, sepse Dolçe ma mori të dashurin, ndërsa Dolçe thonte që unë nuk ta mora, i erdhi vetë unë, tani është xheloze tek Benita dhe në fakt e pata thënë unë që Alba do t'jetë xheloze tek Benita, sepse Benita po i afroheshte shumë Limit. Tani, sa do të vazhdon kjo ngjarje kështu, teksa Alba do me thënë del krejtësisht nga vetja dhe shndrohet në njëri tjetër nuk e di, por që unë dyshoj në fakt në marrëdhënien e Limit edhe të Albës që është e vërtet, kjo më çon të dyshoj. Mendoj që me afrimitetin që bëri Alba drejt Limit ja pastroi imazhin Dolçes, sepse Dolçe u afrua me Limin, qëndronte me Limin, putheshte, ledhatoheshte dhe gjithçka përfundoi aty, ndërsa Alba tani dhe puthet dhe grindet dhe publiku në fakt nuk e din se çfarë të mendon, apo nuk e din se si ti merr gjërat. Tani ta besojmë apo mos ta besojmë Albën edhe Dolçen. Dua të marr mendimin tuaj si ju e shikoni këtë zëng të madhe që në fakt bëhet për Benitën, edhe pse unë nuk e shoh një dashuri të sinqertë dhe të vërtetë, sinqerisht. Unë mendoj që Alba dhe Limi luajnë kur duhet të marrin shikueshmëri ato grinden, kur shikueshmëria është në nivel ato puthen, nuk më duket një ndjesi e sinqertë dhe nuk më duket një lidhje që vërtet mund të jetë një lidhje afatgjate edhe jashtë. Do me thënë, thjesht nuk din se çfarë duan, ndërsa Alba me këto lëvizje thjesht po humbet vete. Nuk e kuptoj pse duhet të bëhet xheloze në Benitën kur Benita s'po bën gjë me Limin.